Shtëpia e Bardhë në një prononcim privat ka bërë të ditur që do të luftoj me tënë forcën e vetë rrjetet globaliste këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jashtë Amerikës të aleatët e saj. Në mënyrë të drejtë për drejtë. Dihet që leadershipi aktual shqiptar në qeveri me Edi Ramën në krye është përfaqësuesi i networkut Soros, jo për Shqipërinë, por për krejt Evropën. Edi Rama është përfaqësuesi i Sorosit. Trump e ka deklaruar networkun Soros. Pa dyshim, përfaqësuesi i Sorosit për Evropën, jo për Shqipërinë. E çka ka deklaruar presidenti Trump? Ka deklaruar publikisht. Presidenti Trump e ka deklaruar networkun Soros Open Society organizat kriminale. Organizat kriminale. Dhe atë jesh pjesë e një networku kriminal. Organizat kriminale në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra ju po thoni që organizata Antifa e Sorosit është organizat kriminale, apo kështu ka thonë presidenti Trump? Jo, Open Society. Open Society dhe Antifa është një organizat tjetër e ekstremit më që është sponsorizuar vazhdimisht nga networku Soros dhe fondacioni Soros. Por problemi madhor në këtë situatë është dhe rinia shqiptare e ka kuptuar dhe po e merr fatet e Shqipërisë në dorë është që Edi Rama nuk mundet me marrë pas vete edhe Shqipërinë. Cili do të jetë në fakt, cili do të jetë fati i Edi Ramës edhe i Shqipërisë në të ardhmen? Fatin e Edi Ramës e vetë populli shqiptar në radhë të parë. Okay? Edhe unë mendoj me këtë zgjim të ndërgjegjës kombëtare të shqiptarëve, fatet e Shqipërisë janë atje ku realisht e meritojnë. Krah dhe aleat i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëvendës presidenti G.D. Vance në konferencën e Munihit në datën 15 shkurt ka kanë 2025, një vit e ca më përpara, dhe dikun rreth 20 ditë mas hyrjes për herë dytë të Donald Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, ai erdhi në Munich dhe deklaroi që aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë ata vende dhe ata njerëz që ndajnë vlerat përbashkëta me ne. Vlerat përbashkëta me konservatorët amerikanë, me Shtëpinë e Bardhë, me administratën amerikane nuk mund të përfaqësojë networku Soros. Deri në fund korrikut, nëse nuk do të kemi dorëheqje nga kryeministri Edi Rama, mendoj që do të hyj apo do të ndërhyj shteti amerikan në Shqipëri? Unë mendoj që edhe në këto momente shteti amerikan është i angazhuar. Edhe do të kemi një qeveri teknike deri në fund të korrikut apo ju? Çka mendoni ju? Unë mendoj që do të ketë një qeveri tranzitore, jo qeveri teknike, se me këtë termin teknika apo tranzitore luhet shumë në opinionin publik shqiptar, sidomos në mediat e qeverisë së Tiranës. Shqipëria ka nevojë për një qeveri tranzitore me një minimum mandati 1 vjeçar. Gjatë këtij mandati 1 vjeçar, qeveria e dalë nga ai shesh i protestave rinore duhet marrin përsipër dhe do të realizojë përpilimin dhe aprovimin me referendum të kushtetutës së re të Republikës Shqipërisë, pasi praktikisht kushtetuta e vjetër e aprovuar me referendum në 1998 është shkye, jo i herë, po disa herë, është shkye dhe është dhunuar. Unë ju kam kërkuar institucioneve shqiptare disa herë, një fakt shumë interesant. Në ligjin e vitit 2020 për funksionimin e gjykatës kushtetuese në Republikën e Shqipërisë, në 9.4 thot atje që moszbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese sanksionet gjenden në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë. Nëse hyn në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë nuk ka asnjë sanksion për moszbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra, praktikisht gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë sot është një institucion pa forcë. Që nuk ka asë një ligj që e mbështet sot në Kodin Penal. Dhe pranaj kanë bën edhe atë që kanë bën me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. E vërtet, po flitet her pas here, domethënë edhe për kryeministit Edi Rama, që në fakt kemi posë ndalimin e zonës Iqballi e Udutit, domethënë dëbimin e saj edhe ndalimin si e ka shpall si person non grata për 15 vjet e ka ndaluar me në Shqipëri.
për arsye se po mendojnë që domethënë ka të bëj me shërbimet iraniane, duke e ditë që më herët Shqipëria ka pas një sulm kibernetik nga Irani në fakt. Çka mendoni ju? A përfshihen shërbimet iraniane në këtë protestë?